Përshëndetje të shikues të nderuar, jeni edhe me një edicion të emisionit On Time këtu në televizionin Koha. Nesër Bashkimi Demokratik për Integrim kremton 24 vjetorin e themelimit. Kjo mbase është edhe një rast i mirë për të biseduar në atë që ne në gjuhën e gazetarisë e quajmë BDI dje, sot dhe nesër. Për këtë shkak, sonde kam të ftuar kryetarin e Degës së Tetovës së BDI-s, por edhe anëtarin e kryesisë qendrore të kësaj partie, zotin Bajram Rexhepi. Mirëserdhur. Mirësi u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Zoti Rexhepi, kohën e fundit duke u nisur nga që shohim se tani janë rrjetet sociale janë marrë atë piknisje për ne gazetarë, shohim një, ashtu të them, një ecejake të vazhdueshme të Degës së Tetovës, në për lagje të ndryshme të Tetovës, në për shumë tubime, duket një lëvizje jo e zakonshme për këta parti kohën e fundit. Çfarë po ndodh realisht në teren? Jo, ne kemi patur kuvendin zgjedhor, para pak kohësh kemi patur kuvendet zgjedhore në për të gjitha nëndegët e Bashkimit Demokratik për Integrim, ishte kuvendi 6 zgjedhor, ka qenë një kuvend normal, i zakonshëm, si edhe të gjitha kuvendet paraprake në për degët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne si Tetove patëm faktikisht kuvendin e parë. Këto ditë po mbahen kuvendet zgjedhore në për të gjitha degët tjera të Bashkimit Demokratik për Integrim. Me një fjalë, ne po bëhemi gati për betejën e madhe që do e kemi në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. A besoni se mund të ketë zgjedhje të? Sigurisht që po, sigurisht që po. Për ne nuk do ishte ndonjë problem edhe sikur të jenë në kohën e rregullt, po ma merr mendja, sipas të gjitha informacioneve që vinë nga kuluaret qeveritare, kjo qeveri nuk do mund të vazhdojë deri në fund mandatit, edhe ne po bëhemi gati që të kemi zgjedhjet e parakohshme, kur do qofshin ato, qofshin këtë vjesht, qofshin pranverën e ardhshme Bashkimit Demokratik për Integrim. Është një strukturë jashtëzakonisht e organizuar, domethënë, nëse shihni për shembull vetëm zgjedhjet kuvendin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetovë, ne kemi mbajtur 29 kuvende zgjedhore në për të gjitha nëndegët, janë themeluar gjitha organet përkatëse partijake, konform statutit dhe rregulloreve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Janë zgjedhur kryetarët e nëndegëve, kryesit, këshillat mbikëqyrës, me mesatarisht për shembull 20 anëtarë të secila nëndegë, kështu që jemi parafërsisht së bashku me sekretariatet, së bashku me organet tjera, forumin rinor, forumin e gruas, anëtarit e këshillit përgjithshëm të tjera, rreth 1000 njerëz të angazhuar në strukturën e Bashkimit Demokratik për Integrim të Tetovë, që do jetë një lokomotiv e fuqishme për fitoren tonë të madhe në betejën e radhës, sepse të jemi të qartë, beteja politike e jona nuk është as me vlenin, nuk është as me VMRO DPMNE. Beteja politike e Bashkimit Demokratik për Integrim është me botën serbe që po kontrollon gjithçka, ashtu siç e quajti edhe Parlamenti Evropian, kontrollon gjithçka sot në Maqedoninë e Veriut. Dhe ne jemi gati për përballjen e fundit dhe vendimtare me botën serbe që t'ua tregojmë vendin një herë për gjithmonë. Për botën serbe dhe çështjet tjera të aktualitetit politik do të flasim pak më vonë. Zakonisht kur funksionarët e lartë partijak zbresin në teren, takohen me votuesin potencial. A mund na përcjellni cilat janë shqetësimet e qytetarëve? Çfarë i thonë ata? Keni takime të drejtë për drejta me qytetarët? Ndëgjora, për një kohë shumë të gjatë ka qenë një propagandë e jashtëzakonshme kundër Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe kjo ka qenë e orkestruar nga qarqe jashtë Maqedonisë së Veriut. Nga ajo që thuhet keni pat 20 vite kohë pse sa bëhet. Ndëgjora, një pjesë e madhe njerëzve kanë patur edhe arsye, zhgënjime të ndryshme, natyrave të ndryshme, flasim. Por një pjesë e konsiderueshme kanë qenë pre e propagandës së jashtëzakonshme që u bë kundër Bashkimit Demokratik për Integrim. Në të gjitha këto takime që ne kemi çdo ditë në teren, njerëzit po e shfaqin atë zhgënjimin me qeverinë aktuale, me përfaqësuesit shqiptar, nëse janë përfaqësues shqiptar sot në qeveri, edhe po e shohin se do me thënë çfarë do të thotë kur nuk është Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri. Dhe një pjesë e konsiderueshme e këtyre njerëzve janë duke vërejtur se kanë qenë pre një propagande të jashtëzakonshme kundër Bashkimit Demokratik për Integrim dhe në përgjithësi
kundër BDI-s dhe në veçanti kundër Ali Ahmetit. Bota sërbe, që sot po kontrollon politikën e Maqedonisë së Veriut, nuk mund t'ia fal Ali Ahmetit 2001. Nuk mund t'ia fal veprimtarinë e tij edhe angazhimin e tij për çlirimin e Kosovës. Edhe ato bëjnë gjithçka që ta mposhtin figurën e tij politike në Maqedoninë e Veriut. Kur flitni për botën sërbe, keni fjalën për Stojlković. Dhe jo, ju nëse ju kujtohet, para ca kohe Parlamenti Evropian solli një rezolut në të cilën thuhet se Maqedonia e Veriut po rrezikohet nga bota sërbe. Për spari herë termin të tillë përdor Parlamenti Evropian. Dhe kjo nuk është e rastësishme. Kjo ka një bazë të fuqishme informacionesh që institucionet në Bruksel dhe në Strasburg kanë për atë se çfarë ndodh në Maqedoninë e Veriut. Prandaj ne po e shfrytëzojmë një term që për spari herë e shfrytëzoi Parlamenti Evropian në një rezolut të miratuar nga Parlamenti Evropian. Sipas jush nga ushqiet kjo botë sërbe këtu në Maqedoni. Ne patëm edhe një protest mbështetje, të themi një tubim mbështetje për Vučićin kundra studentëve serb që u mbajt në qytetin e Kumanovës. A janë gjithë këta, i gjithë ki mozaik që e përbën atë që thoni ju rreziku nga bota sërbe? Edhe shumë të tjera, sigurisht edhe shumë tjera, ju e shifni për shembull se sot zëvendës kryeministrin për implementimin e marrëveshjes Ohrid, apo siç quhet sot për sistem politik, e keni një serb nacionalist që para ditën e kalon në Beograd, mbasditën në Moskë, ndërsa të nesërme në Peking. I shifni vizitat e fundit se ku i bëjnë këta njerëz. I dini gjitha veprimtaritë që kanë patur strukturat serbe këtu në Maqedoni. Vjen një ultranacionalist, siç është presidenti i Republikës Serbe Dodić, edhe në mes të shkupit e quan NATO-n organizatë terroriste. Çfarë duhet ndodh më shumë që të ndizet alarmi se çfarë po bën bota sërbe sot në Maqedoni? Ne të gjithë e kemi të qartë, por për fat të keq një pjesë e madhe e njerëzve nuk e kanë të qartë. Edhe nuk e kanë patur, po vazhdimisht në këtë periudhë mundohemi t'u sqarojmë se një pjesë e madhe edhe me dije, po një pjesë shumë më e madhe në mënyrë të pavetdijshme i kanë ndihmuar botës sërbe që të shtrihet edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe me të gjitha strukturat tjera këtu në Maqedoninë e Veriut. A i keni alarmuar bashkësinë ndërkombëtare? Kemi parë disa komunikatat e BDI-s, disa letra drejtuar nga lideri Ali Ahmeti, drejtuar organizmave ndërkombëtare. Keni patur takime të drejtë për drejta, e keni alarmuar për këtë çështje? Fundja Maqedonia është edhe vend antar i NATO-s. Sigurisht që po, edhe ato po ndodhin çdo ditë, po faktori ndërkombëtar është mjaftueshëm, i njoftuar mbi rrjedhat politike këtu në Maqedoninë e Veriut edhe mbi ndikimin e botës sërbe këtu. Po ajo që është më tragjike, sa ajo botë sërbe, orkestrimin nuk e ka në Beograd, po e ka në Moskë. Edhe kjo ka qenë një vijë geopolitike shumë e fuqishme, përderisa edhe në Hungari e kishin një stacion ndalës kur ishte presidenti Orban. Ju e dini se me çfarë ndikimi pat ai fondi 600 milion euro, ajo kredia, që nuk është se ka sjell Orbani këtu një grant të pakthyeshëm, ato janë para që duhet i paguajmë ne të gjithë. Çfarë ndikimi pat në zgjedhjet lokale, për shembull, ajo ishte një orkestrim i mirë menduar, edhe shumë gjatë i përgatitur për të ndikuar në situatën politike këtu në Maqedoninë e Veriut. Nuk ka qenë e thjeshtë. Prandaj ne kemi alarmuar mbi të gjitha ndodhit, po edhe do i njoftojmë në vazhdimsi faktorin ndërkombëtar se nuk guxon një shtet i NATO-s të ndikohet. Shifni për shembull skandalet që ndodhin edhe sot. Keni një rrjet të fuqishëm të njerëzve të shërbimeve që ketë instaluar brenda sistemit. Rrjedhin informacionet nga presidentja e shtetit, ku nuk guxon të dalë as edhe një informacion i vetëm, ku ka do të ketë një siguri të jashtëzakonshme me ato informacionet ndihshme që qarkullojnë brenda kuluareve të NATO-s. Pikërisht aty ndodhin ato instalimet e botës sërbe që të mund të jenë të informuar mbi gjitha vendimet edhe me gjitha komunikimet që ndodhin në NATO-s. Nga kjo është quajtur botë sërbe, nuk ta amnistohet as edhe partia në pushtet, as edhe VMRO DPMN-ja në këtë rast. Po ndëgjoj, nëse shifni ju për shembull atë mindsetin kolektiv të VMRO DPMN-s, ajo është gjenezën e ka mbi një strukturë ultranacionaliste edhe albanofobe,
pavarësisht aktorëve politikë se kush do jetë kryetar, nën kryetar, kush do jenë ministrat e kush do jenë deputetët, është ajo fryma brenda VMRO-DPMN-s anti-shqiptar. Edhe ato e kanë shprehur gjithmonë. Edhe kur kemi qenë ne në pushtet bashkë me ta ka qenë një situatë e tillë. Po Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka qenë një figurë siç është Vleni sot për shembull atje dhe ato të mund vendimet të marrin pa konsenzus me ne. Ka qenë një luftë e jashtëzakonshme edhe gjithë asaj periudhe për të arritur ato tona. Por ne kemi dalë edhe shifni se çfarë ndodh sot. Në çdo sferë të jetës, prej ekonomisë, prej kulturës, prej sportit, politikës të jashtme, në gjitha sektorët po ndihet ai dominimi i botës serbe që sot ma shumë se kur shqiptarët po e ndinë në kurrizin e vet. Ato analistë të ndryshëm thonë se pikërisht për këtë këpajin e ka BDI-ja pasi aq shumë e dobësoi LSDM në kohën e vet, saqë VMRO-ja arriti që të fitojë numër rekord deputetësh dhe po e realizon në praktik parullën parazgjedhore. Maqedonia sërish e joqe. Rehan, nuk është se BDI e dobësoi propaganda ruse, propaganda serbe, që është shumë e pranishme në ambientin ton politik. Se ne nuk morëm diçka shumë ma tepër sa ajo që na takon. Ne, si shqiptar, periudhën këtë 7 vjeçarin e fundit qeverisjes së BDI-s me LSDM, kemi qenë partner normal koalicioni, që nuk është sot. Vendimmarrja ka qenë e përbashkët, ka qenë konsenzuale. Sot nuk është një gjë e tillë, dhe ato e shfrytzuan këtë situatë që të bëjnë një propagandë të jashtëzakonshme se po e morën shqiptarët shtetin. Absolutisht nuk ka qenë e vërtetë. Çfarë i ndodhi shtetit pse u bën një kryeministër shqiptar? Edhe bëjnë një krahasim, ju lutem. Ne e lam shtetin me kryeministër shqiptar, me ministër punëve të jashtme shqiptar, me ministër financash e me gjitha dikasteret tjera, edhe sot e kije një Vlen që absolutisht nuk e pyet njeri për asnjë vendim në qeveri. Edhe ato pak dikasteret që u dhan, i zhveshën nga ingerencat që të mund të kontrollojnë gjithçka në shtet. Edhe kjo do ishte shumë normale nëse do kishte një zhvillim ekonomik, nëse ne të gjithë do kishim një benefit si qytetar, ka ana ekonomike. Po këto gjithçka për mbrapsht janë duke bërë. Shifni parametrat ekonomik, shifni zhvillimin, shifni gjithçka tjetër çfarë po ndodh sot në shtet, edhe do vini të një konkluzion se këto janë duke shkatruar të shtet. Ne kemi mbrojtur më shumë ne shqiptarët se vetë maqedonasit. Por nga Vlen thonë se atë që nuk e bëni BDI-ja për 20 vjet e ca, ne po e bëjmë për disa vjet, përmendin ligjin për përfaqësim të drejtë, provimin e jurisprudencës, ansamblin e disa punësime të tjera. Jo, ajo është qesharake. Nuk mund të mos të vije keq kur i shohësh pse ma merr mendja se i din, nuk janë njerëz budallën që mos t'i kuptojnë se në çfarë situate sot ndodhen shqiptarët. Nuk është e krahasueshme e punë. Ligji për përdorimin e gjuhëve e shihni se po zhbëhet çdo ditë. Ne kemi pasur luftë të jashtëzakonshme për sjelljen e këtij ligji, edhe në periudhën sa ishte koalicioni BDI VMRO, edhe në periudhën kur ishte me LSDM. Ligji u solli në 2008, u avansua shumë më tepër në 2018 edhe ju kujtohet me çfarë antagonizmi u solli ai ligj. Bile edhe fizikisht mundoheshin të pengojnë votimin nëse ju kujtohet në vitin 2018, nuk e nënshkrujti kryetari i VMRO-s i shtetit i asokohë, edhe u detyruam që ta risjellim edhe njëherë në lezim të tretë në parlament që të mund të kaloj. Më thënë, ato e patën shumë ma herët ndërmend që ta zhbëjnë, edhe e thanë publikisht, ato erdhën me atë premtim se do i zhbëjnë gjitha këto të arritura që bën shqiptarët për këto 7 vitet e fundit. Edhe nuk është diçka që çuditet njerëzit sot për shembull sepse e bën VMRO-ja. Ligjin për përfaqësim të drejtë. Është një ligj skandalos. Kishte një mekanizëm që kontrollonte punësimin të gjitha institucionet, që ishte balansues. Ato e hoqën balansuesin edhe erdhën në qeveri me atë premtim. Në fushat parazgjedhore, në programin parazgjedhor ato ju treguan elektoratit se do e heqim prej përdorimi atë. Me një arsyetim banal se pas ka një dyshim Komisioni Venecian, që nuk ka lidhje. Shifni ligjin sot çfarë duan ta sjellin. Është një ligj skandalos. Bile vinë për tjeshur, më thot një mik, këto do e sjellin një ligj që e ndalon përdorimin e gjuhës shqipe, e ndalon përfaqësimin e drejtë edhe do thonë sollëm ligj.
Ligji për përfaqësimin e drejtë nuk guxon në asnjë mënyrë të votohet edhe të kalojë. Nuk ka asnjë mekanizëm real mbrojtës për përfaqësimin e shqiptarëve. Jo më larg se sot nga Blen patë një preskonferencë, thotë ky ligj sill disa zgjidhje të rëndësishme, po i përmend disa. Së pari, përfaqësimi i drejtë të avokat bëhet detyrim ligjor për institucionet. Nuk do të varet më nga vullneti i një drejtori, një ministrie apo nga interpretimi i dikujt. Vendoset mekanizëm qeveritar për ndjekjen e zbatimit të ligjit. Trupi koordinues i udhëhequr nga zëvendës kryeministri do të mbledh të dhëna, do të monitorojë gjendjen dhe do të raportojë para qeverisë. Ju duket normale kjo? Cili është mendimi ju? Ndëgjoj, nuk besoj se e kanë lexuar ligjin, sa atë ligj e ka përgatitur Karakamisheva, si quhet. Karakamisheva. Po, Karakamisheva. Këto nuk e kanë lexuar atë ligj. Kjo është skandaloze. Bën një trup koordinativ që do informoj qeverinë, është çfarë niveli është përfaqësimi. Kjo është skandaloze. Nuk ka asnjë mekanizëm që i detyron ato njerëz ti përmbahen përfaqësimit të drejtë. Nuk ka asnjë dënim për ato që nuk e respektojnë përfaqësimin e drejtë. Bile është ende më skandaloze se parimi numër 1 thotë duhet shifet, domethënë profesioni duhet shifet meritokracia. Meritokracia. Kjo real për 50 vite ka qenë prezente në Maqedoni deri në vitin 90, po sidomos deri në vitin 2001. Edhe ne rezultatin e këtij ligji e kemi pa se ky ligj po e kthen përfaqësimin e drejtë para luftës së vitit 2001. Lufta për këtë shkak u bë. Këto të arritura janë shtyllat e marrëveshjes sorit. Këto sot po i zhbëjnë temelet, shtyllat kryesore të marrëveshjes sorit që u arrit me luftë. Ku na shon kjo punë? Çfarë duan këta njerëz të bëjnë? Ky ligj Maqedoninë e sjell në vitin 90, kur shqiptarët nuk kishin absolutisht asnjë mundësi edhe para vitit 90 të punësohen në administratën shtetërore. Edhe e dim se si ka qenë periudha, edhe çfarë solli ajo situatë. Bota serbe po e sjell të ligj që të nxit tensione ndëretnike, që t'ju thotë shqiptarëve se ky nuk është shteti juaj. Shifni çfarë propagande po bëhet sot në rrjetet sociale, gjithandej lexoni ju lutem. Neve shqiptarëve të Maqedonisë na llogaritin si emigrant, na krahasojnë me shqiptarët e Suedisë, Norvegjisë. Ashtu është bot kuptimi kolektiv, ashtu është mindseti i propagandës serbe që është instaluar këtu, se shqiptarët duhet, nëse duhen më shumë drejtë, duhet në Shqipëri të shkojnë. Kjo është shumë e rrezikshme për të ardhmen e këtij vendi. Në gjithë këto zhvillime ishin të parë studentët që hodhën në protesta për provimin e jurisprudencës. Si vlerësoni ju këto protesta? Nga rodhën këta protesta? Si janë? Ajo është një drejtë legjitime, shumë e rëndësishme, imediate, që studentët duhet ta kenë. Se nuk është situata e njëjtë si para 20 vitesh, se gjitha analizat, sondazhet që janë bërë, mbi 70% e atyre studentëve nuk e flasin as pak gjuhën maqedonase. Çfarë i bie kjo? Se duhet të mbyllet fakulteti juridik, se duhet patjetër të mësojnë maqedonisht. Kjo është e domosdoshme. Ma herët shumica e studentëve kanë kryer fakultetet nëpër universitetet të Shkupit, të Manastirit, gjithandej maqedonisht dhe nuk ka qenë shumë problem. Po edhe e kanë folur shumë më tepër shqiptarët maqedonisht se sot e kësaj ditë. Sot është një problem që kërkon një zgjidhje urgjente. Edhe kjo vjen duke u përkeqësuar nga dita në ditë, se nuk e flasin shqiptarët mirë maqedonisht. Bile do ketë probleme edhe në të ardhmen edhe për terminologjinë shqipe, se shumica e të rive sot terminologjinë angleze e përdorin. Edhe është absurde pse nuk implementohet ky ligj. Se nuk duhet sillet ligj i ri. Nëse këto të vlenit do mundohen që për këtë punë cillin ligj do e hapin kutinë e Pandorës, se ligji për përdorimin e gjuhëve është shumë i saktë. Shifni në 23, ju lutem, thotë gjitha ato institucione që na fat prej një viti nuk e përshtatin legjislacionin e vet, ligjet konkrete me të cilat funksionojnë. Me ligjin për përdorimin e gjuhëve duhet me automatizëm të implementohet ligji për përdorimin e gjuhëve, që konkretisht studentëve ju lejon dhe ju mundson që provimin e jurisprudencës të japin në gjuhë shqipe. Nuk duhet sillet ligj i ri, vetëm duhet të implementohet ligji. Edhe kjo nuk është i vetmi problem, ka shumë tjera sot që ndodhin nëpër gjitha institucionet ku largohet përdorimi i gjuhës shqipe ose mundohen me gjithçka që munden mos ta implementojnë ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Bile nuk do të çuditesha që do kemi së shpejti edhe një ligj tjetër që do e ndaloj përdorimin e gjuhës shqipe ose do e ndryshoj këtë ligj. Gabriel thonë, për shembull, ti pyet në kohën e BDI-s, provimi i jurisprudencës në çfarë gjuhë është? Dëgjoj. Nëse shifni, për shembull, ligji është sjell në vitin 2019, për parë herë në dhjetor 2018-s, edhe në lexim të tretë ka ardhur dikund në prill 2019-s. Nuk është se ligjin e kemi pat prej në 2002. Kjo do të analizoni se në çfarë periudhe ishte 2019-2024. Do me thënë, në fund të 2021-shit ka qenë afati për ta implementuar këtë ligj. Ishte periudha më e ndihshme për shtetin me pandeminë, me krizën ekonomike, me krizën energjetike, kishim zgjedhje, edhe nuk ka qenë edhe aq e nevojshme se nuk e kanë pas shumë problem. Kjo dramatizohet edhe përkeqësohet nga dita në ditë. Po nuk është i vetmi akt nënligjor që duhet të sillet ose që duhet të implementohet. Të tilla ka mbi 1000, ndoshta mira akte të tjera si provimi i jurisprudencës. Po është ndër ato të paktit që nuk u bë. A do të thotë kjo se nuk e ka bë BDI dhe nuk duhet ta bëjnë këta? Me këtë retorik që Vleni po mundohet sulmoj për gjithçka se nuk e bëni BDI për 20 vjet, ato disi ju thonë shqiptarëve se ne nuk jemi në këtë qeveri për të zgjidhur çështje shqiptare. Ne jemi në këtë qeveri se na ka zgjedh Mickovski, edhe bota serbe, edhe ne nuk kemi asnjë obligim të cillim rregullore e ligje që janë të favorshme për interesat shqiptare. Kjo është skandaloze. Për çfarë janë ato njerëz sot? Përkundrazi bilet, ndodhen çdo ditë largimi i përdorimit të gjuhës shqipe nëpër institucione. Jo, nuk është rasti vetëm. Shifni çdo ditë se çfarë ndodh në sferën e sportit, të kulturës, të financave, të ekonomisë, të politikës jashtme, gjithkund ku munden, ato po e dëmtojnë interesin shqiptar në Maqedoninë. Kur jemi te provimi i jurisprudencës, Gablen zotohen se jo vetëm provimi i jurisprudencës, por do të jenë edhe 50 provime tjera profesionale që do të jepen në gjuhën shqipe. Po nuk është se ato e bëjnë. Kjo është obligim ligjor që duhet vetëm ta implementojnë. Ndoshta nga 200-300 provimet ka mbeti vetmi që nuk është në gjuhën shqipe. Shumica nuk besoj se ka tjera që dikush të ankohet pse nuk jepet në gjuhën shqipe. Kështu që nuk duhet ato të bëjnë diçka ndryshe ose të sjellin ndonjë ligj. Vetëm duhet ta implementojnë ligjin. Është shumë e thjeshtë. Pas protestës ka patur akuza Recep se pas protestës së studentëve qëndron BDI-ja. Si komentoni ju këto akuza? Janë parë edhe zyrtarë të lartë të partisë suaj gjatë protestave në mbështetje, e gjithë kjo ka aluduar mbase që të drejtohen akuza në adresë se BDI-ja po i organizon këto proteste. Dëgjoj, është e rrezikshme, është e frikshme, është qesharake se si mundohen për shembull një problem të tillë ta politizojnë. BDI e ka mbështet protestën, po BDI nuk e ka organizuar protestën. Nuk kemi qenë të vetmit që e kemi mbështet këtë protestë. Unë mbështet nga të gjitha qartjet shqiptare. Nga Tirana, Prishtina, Washingtoni, e gjithandej Brukseli kështu me radhë. Nga Prishtina mbasi nga qeveria. Të vetmit që nuk e kanë mbështet protestën kanë qenë qeveria e Kosovës edhe Vleni, që janë bashkë, në fakt. Janë vetëvendosja, është pjesë e qeverisë të Maqedonisë. Dhe kjo ishte absurde. Ishte jashtë çdo pritshmërie që qeveria e Kosovës mos t'i mbështes studentët shqiptarë që kanë një drejtë legjitime që të japin provimin në gjuhën shqipe. Kjo ishte absurde. Edhe përzierja e zotit Kurti, unë kam patur një pritshmëri komplet ndryshme për sjelljen e tij kundrejt shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Kjo që ndodh sot është shumë e rrezikshme. Nuk meritojnë shqiptarët e Maqedonisë një përzierje të tillë, një invazion politik, një agresion politik që po ndodh sot nga qeveria e Kosovës, që është duke e dëmtuar në mënyrë të pariparueshme indin shqiptarët në Maqedoni. Edhe kjo do jetë me pasojë afat gjate. Nuk kam merituar në një sjellje të tillë qeverisë Kosovës se bëm gjithçka në çlirimin e tyre. Bëm gjithçka që t'ju ndihmojmë në pavarësimin e Kosovës. Ju dham djemtë më të mirë. Ju dham gjithçka që mundëm. Mirë pritëm miliona kosovarë gjatë luftës së vitit 1999. Edhe sot
qeveria e Kosovës cilët një mënyrë të tillë kundrejt shqiptarëve të Maqedonisë është e patolerueshme. Është skandaloz. Legjitime, siç thatë edhe ju, Bleni vetvendosja është në qeverinë e Maqedonisë, mbështet Bleni, basa është edhe se them i ka politikat e Pikërisht këtu është problemi. Pikërisht këtu është se krijon një precedent shumë të rrezikshëm. Nesër besoni rënd sot po ta bëni një anketë te elektorati maqedonës. E dini kush është politikani më i dashur, më popullor? Është Vučić. Para mendoni nesër si Albin Kurti që vjen këtu, që i hap dyert presidentit Serbisë që të formojë edhe një parti politike, edhe ja e keni edhe de facto, edhe de jure atëherë botën serbe brenda politikës maqedonës. Është një precedent shumë i rrezikshëm që po ndodh sot. Po sikur ky precedent, kjo përzierje t'ishte e favorshme për shqiptarët, ne do trokisnim të gjithë. Po ndodh e kundërta. Në asnjë sektor sot shqiptarët nuk janë më mirë se sa para 2 vitesh. Përkundrazi, në çdo sferë të jetës jemi më keq se para 2 vjetësh. Edhe këtë e shohin qytetarët çdo ditë. Gjithandej po ndihet ajo arrogancë, ai cinizëm, ai nënvlerësim, nënçmim që po ndodh sot nga qeveria aktuale dhe sidomos nga bota serbe. Shifni për shembull çfarë sinjali dha kryeministri kur e vendoi një zëvendës kryeministër për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, një serb nacionalist, siç është ky Stojković. Çfarë sinjali ishte kjo? Çfarë donte të na thotë neve shqiptarëve? Mbase në vend të artan grupit, në vend të një shqiptari do të bëjmë një. Jo, pikërisht për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. A ka logjik kjo? Çfarë sinjale, çfarë donte të na thotë kjo qeveri neve shqiptarëve? Se nuk keni dëshirueshëm këtë shtet. Shifni po na krahasojnë me emigrantët e Amerikës, e të Turqisë, të Greqisë. Kjo është skandaloze. Kur ishim të proteste studentëve, një rast patëm sulmet ndaj ambasadorit shqiptar në Dënjon Mejdanit. Si vlerësoni këto? Ky ishte në vazhdën e programit të botës serbe. Ambasadori shqiptar ka obligim kushtetues, shifni nenin 7 të Kushtetutës shqiptare, ka obligim kushtetues që të përkujdeset për shqiptarët që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Çfarë të keqe ka nëse ambasadori mbështet për shembull çfarë do qoftë një të arritur ose një kërkesë të shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. E çfarë do lloj natyre qoftë ajo? Çfarë ishte gjithaj sulm? Është ftuar në Ministrinë e Jashtme një vërejtje verbale i jashtëdhënë. Dëgjoj, unë e kuptoj që për shembull tankohet Stojković për përzierjen ose për veprimtarinë e ambasadorit shqiptar këtu. Po ajo që është më trishtuese, ajo që është më e dhimbshme, se ankohen edhe këto eksponentet e Vlenit. Sikur do të thonë se më mirë të përzihet ambasadori serb se sa të përzihet ambasadori shqiptar. Edhe kjo e bën këtë situatë alarmante. Mendoj që çdo shqiptar duhet ta kuptojë se në çfarë pozite ndodhet sot në Vleni, edhe kujt i shërbejnë ata. Unë jam i vetëdijshëm se shoqëria jonë ka shumë interesa, një pjesë e madhe e tyre janë për interesa brenda Vlenit, një pjesë e madhe janë për shkak pidhnimeve të ndryshme që kanë ndodhur në të kaluarën në BDI, edhe në mënyrë të pavetëdijshme po i kontribuojnë asaj frymës albanofobe këtu në Maqedoninë e Veriut. Po pasojat duhet ballafaqohemi ne të gjithë në të ardhmen. Kemi edhe një çështje më të rëndësishme për shqiptarët e Maqedonisë, eurointegrimet e bllokuara, mesazhet që vijnë nga Brukseli janë shumë të qarta, pa ndryshime kushtetuese, vendi nuk përparon drejt Bashkimit Evropian. Me fjalë të gazetarëve ne themi rruga e Maqedonisë drejt Brukselit duhet të kalojë patjetër ka Sofia. Çfarë duhet bëjmë ne shqiptarët? Derisa do të presim ne, sa vjet pritëm zgjidhet çështja me Greqinë. Mirë, u futëm në natë. Edhe sa vjet duhet presin shqiptarët që
shpiqin kushtet që ne të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Po edhe kjo është në kuadër të asaj përzierjes së botës sërbe këtu. Shifner janë disa informacione sa të thjeshta apo sa domethënëse. Del para pak më shumë se një muaj, Ministri Punëve të Jashtme rus edhe thot se ne jemi të gatshëm që përveç Ukrainës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të flasim edhe për Ballkanin, për integrimin e Ballkanit brenda Unionit Evropian. Do thënë, ato nuk e fshehin atë përzierje direkte që rajoni Ballkanit mos të integrohet në Bashkimin Evropian. Janë zhvilluar negociata afatgjata me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara për integrimin, procesin integrues të Ukrainës. Mos flasim për integrimin NATO. Juve ju kujtohet me çfarë protestash, me çfarë ndodhin periudhën kur ne u antarësuam në NATO. E njëjta po ndodh sot edhe për punën e Bashkimit Evropian. Tani, unë nuk do doja të akuzoj drejt për drejt qeverinë se janë në vijë të njëjtë me interesat ruse këtu, se interesi rus është që mos integrohet Maqedonia e Veriut të NATO, në Bashkimin Evropian. Ndoshta është e rastësishme, edhe dhash Zotit që të jetë e rastësishme, po rezultati i kësaj blokade është ajo që ju duhet rusëve, që po investojnë edhe që ne kemi alarmuar shumë më herët se çfarë ndodh këtu me shtetin tonë. Rezultati i kësaj blokade është në pajtueshmëri të plot me interesat ruse për Ballkanin perëndimor, siç e quajnë Bashkimi Evropian. Shifne për shembull se çfarë duhet ndryshohet. Është një drejtë elementare e njerëzve që të deklarohen ashtu siç ndihen. Kemi 3000 bullgar të regjistruar në regjistrimin e fundit këtu në Maqedoni. Bile do ishte jashtëzakonisht shumë e dobishme para të kauzën maqedonase që bullgarët jenë të përfshirë në kushtetutë. Se bën një distinkcion, bën një ndarje kushtetuese ndërmjet popullit maqedon dhe popullit bullgar siç pretendohet të jetë, edhe ne e kemi duar trokitur këtë, e kemi mbështetur, e kemi pritur, e kemi mirë kuptuar shumë gjatë kohë. Për vërtetës edhe politika këtu në Maqedoni, partia në pushtet thotë nuk jemi kundër bullgarëve në kushtetut, por jemi kundër kushtëzimeve që vijnë nga të ardhshme. Ajo është vetëm arsyetim se kur nuk don të bëhet një punë, do gjesh ndonjë arsye. Juve ju kujtohet, për shembull, si ishte qëndrimi i VMRO-s kur duheshte të mbështet ndryshimet kushtetuese në vitin 2023. Dolën në një preskonferencë edhe thanë se ne po do i mbështesim ndryshimet kushtetuese, vetëm BDI mos jetë në qeveri. Ende pa unë përfundu ajo intervista, ne ju thamë po. Sot dalim prej qeveri edhe gjitha ministrat dhanë dorëheqje të kushtëzuar me ndryshimet kushtetuese. Dishëm të tregojmë se nuk është se Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë në qeveri vetëm për benefitet e atyre njerëzve, po të jetë për të mirën e qytetarëve. Nëse Bashkimi Evropian që ka një mbështetje absolute të shqiptarët, si një ndodhi që do e përmisojnë në mënyrë të jashtëzakonshme mirëqenjen e qytetarëve, standardin jetësor e kështu me radhë, nuk është interes kombëtar joni, çfarë duhet të jetë tjetër? Dhe ne ju thamë atë ditë po dalim prej qeveri vetëm të ndodh kjo. Si interesi juan është që ta rregullojmë punën e standardit jetësor, të mirëqenjes qytetare. Edhe ato kur e panë se ne jemi të gatshëm me njerë u tërhoqën atë ditë. Nisën nxjerrin arsyetime tjera, edhe nuk e bën. Edhe sot ne ju kemi thënë, ja jemi në opozitë, çfarë ka më të mirë shteti prej para 2 vite? Gjithçka është më keq. Edhe më e keqja është se nuk ka asnjë sinjal se qeveria aktuale po përgatitet për ndryshimet kushtetuese. Për fat keq, kësaj situate i ndihmon shumë edhe Vleni, se ju kujtohet, të gjithë këto parti, që përpara se të formohet kjo partia me 2 gjysmë kryetar, ishin parti tjera. Të gjithë nënshkruajtën një letër cirkulare që ka qenë brenda të gjitha partive se nuk koalicionojmë me ato partnerë që nuk bëjnë ndryshimet kushtetuese. Edhe ju kujtohet se publikisht e thanë gjithë. Do presim 3 muaj, do presim 6 muaj. I vetmi që e ndjeu atë barën e përgjithësisë kësaj situate ishte zoti Taravari që e lëshoi qeveri. Këto tjerët
ishin shumë ma kam ngullë, se kanë thënë publikisht, pas një feje turpi, sot dalin edhe gënjeshtat e ngjashme. Edhe këto e thanë se nuk bëjmë koalicion me një parti që nuk bën ndryshimit kushtetues. Ku i kemi? Ja, kalon 2 vjet të kësaj qeverisi. Për fat keq nuk ka as edhe një sinjal të vetëm se këto kanë ndërmend të bëjnë ndryshimet kushtetuese. Këto jetojnë ende me botën sërbe se Bashkimi Evropian do prishet, Hungaria do del prej Bashkimit Evropian, sa ashtu ishte përgatitur plani. Këto janë në vit të njëjtë me atë strategji gjeopolitike që buronte nga Moskva, kalonte nëpërmjet Budapestit e vinte në Shkup. Recepi, thash në fillim të emisionit jeni edhe kryetari i degës tetovës të BDI-s. Keni lansuar një program, një varretje për programin për menaxhim me tokën ndërtimore për vitin 2026, dhe ashtu quhet në listën e zezë e tjetërsimit të pronës publike. Ku janë varrejtjet e BDI-s? Ju shohim edhe jeni aktiv edhe në rrjetet sociale. Jo, ky program është skandalos. Ne kemi denoncuar këtë, to bëjmë me dije qytetarëve se çfarë ndodh aktualisht me komunën tonë. Do thënë, përveç se e shitën ndriçimin publik, që ishte një akt skandalos edhe që çdo ditë i prek xhepat e qytetarëve. Përveç se shitën beturinat, përgatiten të shesin edhe ujin e pishëm, shitën monopolin për 1 euro metrin katror. Kjo është një akt i pa precedent që do e mbajnë mend gjithë jetën tetovarët se e lanë për 1 euro metër katror të ndërtohet mbi varet e stërgjyshëve tonë. Këto përgatiten të shesin gjithë shka që munden këtu, edhe me çmime qesharake. Shifni për shembull, merrni vendimin edhe shifni me çfarë çmimesh përgatiten të shesin toka atraktive nëpër Tetova. Me 1 euro, me 3 euro, me 50 euro metrin katror, ndërkohë që vlerat reale të tyre janë 500 e më lartë. Po kjo strukturë aktuale që menaxhon komunën e Tetovës është me një bot kuptim të tillë se ne duhet vjedhim sa më shumë që është e mundur, që pastaj kur të vinë zgjedhjet, të gjejmë hallexhi, të blejmë votat edhe të fitojmë përsëri. Kjo është mentaliteti dhe logjika e thjeshtë elementare që mbisundon në këtë politikë që aktualisht po menaxhon komunën tonë. Edhe kjo do ketë një kosto të jashtëzakonshme afatgjate për qytetin tonë. Se këto njerëz nuk kanë turp. Këto njerëz nuk turprohen kur gënjin, edhe nesër dalin, edhe e pranojnë se kanë gënjur, edhe nuk turprohen, nuk skuqen. Kjo është meri më i madh që ndodh sot me qytetin tonë, edhe në politikën përgjithësi. Jo më larg se para 1 jave, pikërisht në vendin ku ju jeni ulur, ish një përfaqësues i zëvendës kryetari i Blenit, prezantoi dokumente se edhe në kohën e BDI-s janë shitur pronat publike, përmendi monopolin. Historinë e ponshme të Shikjellakut, të Serbë-Malezezit Daka Davidović, përmendi Teteksin, aluminën, shiti Interprometin, fabrikën e Dinspo. Gjithë këto janë në shifra prej 1 deri 5 euro për metrin katror. Kjo është struktura më analfabete që ka pa ndonjëherë skena politike edhe këtu në Tetovë, po në përgjithësi. Këto janë manipuluesit më të mëdhej që ka njohur politika jo. Ishin dokumente. Dhe gjitha këto prona janë shit kur nuk ka ekzistuar BDI-ja. Merrni çdo tetovare din kura privatizohet e teksi e ato që i përmendet ju tjera. As që ka ekzistuar BDI-ja atëherë. Këto nuk e din çfarë është tokë shtetërore, çfarë është tokë publike, si shitet toka shtetërore, si privatizohet toka. Keni fjalën për atë privatizimin skandaloz të viteve 90 kur u bën. Absolutisht, ne kemi qenë kritikuesit më të mëdhej si parti gjithë atij privatizimi ku shqiptarët kanë qenë komplet të shkyqur jashtë çdo procesit privatizimit të asaj periudhe. Edhe këto dalin sot akuzojnë BDI. Çfarë logjike ka kjo punë? Këto prona janë privatizuar para 2001-shit bile. Nuk ka ekzistuar BDI-ja. Le të dalin një nënshkrim të një zyrtarit BDI-s ku figuron për privatizimet e këtyre pronave. Është absolutisht gënjeshtër, është manipulim që vetëm për të mbuluar skandalet, për të mbuluar këtë hajninë e sotme që ndodh sot me pronat publike këtu në Tetovë dhe jo vetëm. Nuk është e vërtet as pak
se ato prona janë privatizuar nga zyrtarët BDI-s. Le të dalin vetëm një nënshkrim të vetëm le ta tregojnë ku figurojnë shitjet edhe çmimet edhe se dikush i BDI-s i ka shit këto. Kjo është skandaloze çfarë manipulimi po ndodh me opinionin publik. Vetëm për të mbuluar këto keqpërdorimet, këtë korrupsion masiv, çdo të përditshëm që po ndodh brenda këtyre strukturave, që përveç manipulimit edhe gënjeshtës nuk din asgjë tjetër. Jemi edhe nga fundi e emisionit zoti Rexhepi. Gjithnjë e përmendin botën serbe. Do doja edhe diçka të shërën vetëm një sekond. Kur them struktura ma analfabete, e shoh çdo ditë me çfarë manipulimesh merren. Sa shumë e rëndësishme të di opinioni këto. Del kryetari i komunës sot, edhe thot kemi nisë të ndërtojmë rrugën e Prizrenit. Rruga e Prizrenit nuk ka asnjë lidhje, asnjë ingerencë, komuna nuk ka mbi atë rrugë. Ajo rrugë është rrugë me karakter nacional. Është një ingerencë atë fondit të agjencionit të rrugëve dhe të Ministrisë të Transportit. Do me thënë, nëse ky nuk e din, pas 5 vitesh nuk i ka kuptuar ingerencat e komunës edhe kryetarit komunës, është skandaloze. Nëse e din, edhe gënjen, manipulon, është ndema më e turpshme. Me thënë, vetëm mundohen të bëjnë gjithçka me manipulime. Komunën nuk ka ingerenca për atë, e thotë, dalim ta promovojmë se ka nisë ndërtimi kësaj rrugë. Kjo është e turpshme. Këtë nuk e lejon tradita jonë që në mënyrë të tillë të manipulohet opinionit, gënjehet edhe mos kesh as pak turp për gjitha ato gënjeshtra. Po nuk është e vetmja se këtu gjithçka është në mënyrë kaotike. Institucioni i komunës sot funksionon vetëm për t'i përmbush kërkesat e disa oligarkëve, disa njerëzve, siç e quajnë mafia urbane, për të ndërtuar ku janë fitimet më të mëdha. Gjithçka tjetër është kaotike. Mirë zoti Rexhepi, keni këshilltarët në komunën e Po çdo ditë i denoncojmë ato. Çdo ditë shifni për shembull se çfarë ndodh. Po nuk kemi shumicë. Ne i denoncojmë gjitha këto, po nuk mund t'i ndalim. Se aty sot e vetmja gjë që ndodhen real është me ato paret që erdhen nga Rusia, që duhet t'i pagujmë ne të gjithë, po e gryjnë asfaltin, që të vendojnë një shtresë tjetër asfalti. Për kredinë hungareze. Për kredinë hungareze, sa ajo kredi ruse është. Aludonte edhe kredi kineze. Po e gryjnë asfaltin që duket që të bëjnë një kamuflazh se kinse po punohet diçka në komunën tonë, në ndërkohë që ndodhin keqpërdorime masovike, edhe e shfrytëzojnë atë kredi vetëm që të ndikohet në rezultatet e zgjedhjeve. Këtu. Gjithçka tjetër është pa pajtueshmëri të plot me ligjet, me procedurat ligjore. Nuk ka as edhe një projekt vetëm që bëhet konform standardeve juridike. Të bëhet një studim, të bëhet një projekt ideor, të bëhet një projekt final, të bëhet një lejë ndërtimi, një procedurë furnizimi dhe në fund të merret një lejë përdorimi. Kjo është një procedurë e thjeshtë në dy rreshta, ta themi. Nuk kanë lidhje këta njerëz se çashtu duhet funksionohet. Gjithçka është improvizim. Gjithçka po ndodh vetëm që disa njerëz të përfitojnë edhe të kamuflojnë se diçka po ndërtohet këtu, po prapa skena është kriminale, është gjithçka për interesat e disa strukturave të caktuara. Dorë në zemër, zoti Rexhepi, paktën ashtu siç thonë edhe qytetarët, aktualisht më shumë punohet në infrastrukturën e Tetovës se sa në kohën e kur BDI e drejtonte qytetin e Tetovës. Po çfarë është punuar? As edhe një projekt vetëm nuk asfaltimin e rrugëve, kemi jo hapjen e përmenda. bulevardeve, po. Se ajo ishte vetëm për propagandën që e bëri ajo bota serbe që e pronat kredinë hungareze që do e paguajmë ne të gjithë, se nuk është grant, vetëm që duket se punohet diçka. Që disi ta kamuflojnë atë backgroundin e botës serbe që ka ardhur për qëllime komplet tjera këtu në Maqedoni. Edhe kjo, këtë qytetarët edhe votuesit tonë shqiptarët do e kuptojnë në një të ardhme jo shumë të largët. Po. Në zgjedhjet e fundit lokale ju ishte edhe kundër kandidati zotit Kasami, pësohet humbje. Sërish do të përballeni me në këtë apo keni ambicie tjera? Jo, është shumë herët ajo, nuk mund të flitet tani për çfarë do ndodh mas 3 vitesh.
mendoj absolutisht nuk mund të jap një përgjigje për këtë punë. Ne humbëm, unë jo urova publikisht, po ta dini të gjithë edhe duhet ta di gjithë opinioni se ajo humbje ishte absolutisht orkestruar nga bota serbe. Pikërisht me atë kredin hungareze me gjithë ato para që erdhën për të blejt votën e tetovarëve. Nga ana që të thoni se nga ato edhe duhet të rregojmë një të ardhme shumë të afërt. Nga kredia hungareze nga BDI thonë komuna shqiptare nuk përfitojnë asnjë euro, kurse nga ana tjetër thoni se me kredin hungareze po ndërtohen. Nuk e di se ka thonë dikush ashtu. Nuk kanë përfituar komuna si Dibra, si Likova, si komunat që nuk kanë pasur interes. Tetova ka marrë 12 milion euro nga jo kredi. Janë shifrat shumë të sakta dhe dihen publikisht. 12 milion euro kanë ardhur për çdo asfaltet që duhet t'i gënjejnë tetovarët se kinë se po punojmë në diçka, ndërsa ta fshehin atë backgroundin kriminal dhe atë backgroundin komplet anti-shqiptar që po ndodh sot në Maqedoni. Nesër, si që nisën në film, nesër BDI kremton 24 vjetorin. Si e shihni ju, jeni edhe antari kryesisë qendrore, si e shihni BDI-n temi në 5 vitet e ardhshme? Si do t'jetë BDI-ja? Ndëgjoj, BDI-ja u krijua në vitin 2002 si një domosdoshmëri e përmbushjes edhe të realizimit marrëveshjësor. Kam dëgjuar shumë shpesh që kanë akuzuar Sotin Ahmeti se luftën e ka bërë për politikë, që është absurde. Kur nisish luftë, e para nuk e di çfarë do zgjohesh mëngjes. Se në periudhë lufte mund vritet gjithë secili. Absolutisht nuk ka qenë ai qëllim. Lufta e vitit 2001, sido që ta quajnë të tjerat, kishte mbështetjen absolute të shqiptarëve. Mbi 99% të shqiptarëve e kanë mbështetur të luftë. Edhe ju kujtohet se në vitin 2002 u krijuai Këshilli Koordinues që nuk funksionoi as edhe një ditë vetme, edhe u shfaq nevoja që të krijohet ky subjekt politik, që sot quhet Bashkimi Demokratik për Integrim, si fryt i gjithë atij vullneti popullor, gjithë asaj mbështetje popullore që ndodhi në vitin 2001. Asnjë skenar tjetër nuk ka patur në atë periudhë. Më thënë, për dallim nga sot, BDI u krijua si fryt i atij kushtrimi popullor të asaj periudhe. Shifni sot oponentët tonë politik. E para njëherë, të dy këto të gjysëm kryetarët janë produkti i asaj shkolle të BDI-s. Të dy kanë qenë BDI. Po ta shifni, po ta analizoni rrjedhën politike se si u krijua Vleni, është bashkim i copëzave të partive që u shpkutën prej partive tjera. Që ishin si pasojë e konflikteve të brendshme, që ishin si pasojë e hatërmbetjeve, e frymave të ndryshme, e pazareve të ndryshme, edhe gjithë ato copëza partish të krijuara në këtë mënyrë, po krijojnë një subjekt të ri që quhet Vlen, që edhe emrin e kanë rastësisht. Do të thënë, pa ideologji, pa kryetar, bashkimi i subjekteve. Lideri Ali Ahmeti çdo herë ka thënë se shqiptarëve në Maqedoni në dy deklarata publike u duhen dy parti politike. Kjo është mbas edhe mirë për demokracinë këtu në demokracinë shqiptare në Maqedoni. Po. Okej, po në jetë e tyre nuk është i mirë. Se këtë Vlenin nuk e krijoi vullneti popullor. Këtë e ka kriju struktura anti-shqiptare real. Edhe këtë e dinë të gjithë. Edhe pakënaqësia brenda zhvillimeve në BDI ndoshta e ka kriju. Po pakënaqësia nuk ka qenë për çështje idealizmësh. Dihet se për çfarë kanë qenë pakënaqësi. Edhe këto pakënaqësi kanë krijuar një subjekt të tillë që për fat të keq sot janë bërë instrument për defaktorizimin e shqiptarëve këtu në Maqedoni. Nuk e di sa ndoshta në mënyrë të vetëdijshme, një pjesë shumë e madhe në mënyrë të pavetëdijshme, ato po i kontribuojnë defaktorizimit të faktorit shqiptar këtu në Maqedoni dhe këtë e shohin qytetarët çdo ditë, në çdo sferë të jetës. Lejat, pavarësisht asaj se një pjesë e madhe kanë interesa, lidhen mbas çështjeve lukrative, mbas çështjeve të nevojave të përditshme, po idealizëm aty nuk ka. Aty nuk ka vizion. Aty nuk ka kryetar partije.
Ka gjysmë kryetar partie dhe për këtë paramendoni nuk kanë mund të merren vesh. A ku për çështje tjera jetike, për vizione, për platforma, shifni për shembull strukturën e tyre partijake. Absolutisht askund nuk kanë strukturë partijake, nuk zgjedhin për shembull organet partijake në për kafene, për dallim prej nesh që bëhen në formë krejtësisht ndryshme të organizuar në mënyrë demokratike, statutore kështu me radhë. Prandaj dëmi që shkakton kjo strukturë politike të jetë afatgjatë edhe ne shqiptarët duhen ndihmë shumë gjatë. Mirë, edhe gjatë 20 viteve të qeverisjes BDI-s gjithçka nuk ka qenë ideale. Nuk keni qenë edhe ju engjëj ashtu të themi. Është e vështirë tuhet kemi mundur më mirë. Absolutisht janë. Unë nuk e di spaku 3-4 herë në për emisionet ndryshme, bile kam kërkuar falje për shumë gabime që kemi bërë. Nuk thot kërkush se në BDI kanë qenë gjithë engjëj. Gabimet pafund me ka pas, po ne nuk kemi bërë gabime në orientimin tonë strategjik, në çështjet e rëndësishme kombëtare. Gabime tjera ka pas pafund. Po ju mos e harroni se këto njerëz që janë sot kundër nesh kanë qenë pjesë atyre strukturave. Bile edhe partitë që u bashkuan të Vleni, kombaskuar kanë qenë në qeverit në periudhën e kaluar. Tani, ku është absurdi më i madh? Unë për shembull në për strukturat partijake jam kyç relativisht vonë, edhe pse kam qenë BDI prej në 2002. Edhe tash dalin të njerëz që kanë qenë shumë të pushtetshëm në BDI, edhe na akuzojnë neve që s'kemi pas asnjë mundësi, për shembull, që nuk kemi qenë në për struktura, na akuzojnë neve se s'pas kemi bërë asgjë për këto 20 e sa vite. Ndërkohë që kanë qenë njerëzit më të pushtetshëm në BDI. Shifni me radhë, mos përmendi emra se një pjesë tyre i kam miq, nuk dua të përmendi emrat përveçshëm. Është absurde. Shifni edhe partitë, për shembull, edhe Alternativa, edhe Besa, edhe këto të aleancave, kanë qenë kombaskuar në qeveri. Edhe ato sot dalin thonë BDI i ka fajt për gjithçka. Nuk ka qenë lehtë. Ka qenë shumë e mundimshme që të arrihen ato çështje, të zgjidhen ato çështje të rëndësishme për shqiptarët. E vetmja që ne kërkojmë sot, nuk është që ato të përmisojnë diçka, që ta lanë vetëm që aty ku e lam ne, mos ta kthejnë mbrapa, se këto janë çdo ditë të e kthejnë mbrapa. Edhe kjo do ketë një pasojë afatgjate për interesin shqiptar në Maqedoni, se ne nuk kërkojmë real diçka më shumë se sa ajo që na takon. Ne nuk jemi nacionalist në kuptimin se nuk i duam tjerët. Nuk kemi problem. Absolutisht, ne kërkojmë një bashkëjetesë që të mbyllin çështjet etnike, të integrohemi në Bashkimin Evropian, që njerëzit ta shijojnë atë benefitin e përmirësimit standardit jetësor, të kenë rroga më të mira, të kenë vende pune. Mos largohet rinia. Po ajo është problemi më i madh sot nëse i pyetni çdo familjar se po largohen të rinjt. Po na zbrazën shkolla. Shifne se çfarë ndodh për shembull, se nuk është se ndodhen vetëm sot, ka ndodhur edhe në kalume, po kjo ishte sulmi më i madh që ishte ndaj nesh për shkak të migrimit. Sot po ndodh masovikisht shumë më tepër se dje, se po e humbin besimin te shteti njerëzit. Nuk e shohin shtetin si mbrojtës të interesave të tyre. E shohin si armik. Prandaj po ndodh kjo dyndje edhe kjo migrim masiv që do ketë pasojë afatgjata sigurisht. Dhe kretë në fund zoti Rezhepi, si e shihni ju BDI-n pas 5 qershorit 2026? Do të nesër. BDI është struktura më e organizuar politike, me shtrirjen gjithandej ku jetojnë shqiptarët, do jemi aktiv, do përgatitemi në mënyrë masovike për betejën e madhe edhe vendimtare që Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do ketë me Vlenin, nuk do ketë as me VMRO do më për këtë betejën e madhe që ne do ta kemi me botën serbe. Po të jeni të sigurt se ne do dalim fitues nga kjo betejë. Ju përhita në fillim, po sërish kjo betejë me botën serbe duket pak sa e vështirë, por edhe është obligative për Bashkimin Demokratik për Integrim, por të ndryshuar struktura nevojitet zgjedhja. Pritim mund të ketë zgjedhje për të parakoshme sipas ju. Ai nevojitet vendin zgjedhje të parakoshme. Ndëgjoj, është një nevojë e jashtëzakonshme që të ndodh një ditë përpara, se kjo qeveri jo vetëm që ka përkeqësuar marrëdhëniet ndëretnike, vetëm që është në linjë të njëjtë ose
po çdo veprim që bën shkon konform interesave të shteteve që nuk ja duan të mirën, që janë anti-BE dhe anti-amerikanë. Kam përshtypjen se flitni, zoti Rexhepi, se po që se mbajnë në një afas shumë të shpejt zgjedhjet, kam përshtypjen se mendoni se BDI do të dalë fitues të bllokut shqiptar. Ndani këtë mendim? Ju shifni rezultatet zgjedhore edhe zgjedhjeve të fundit, po edhe zgjedhjeve paraprakë edhe deri në vitin 2002. BDI nuk ka humbur zgjedhjet asnjëherë. Edhe në zgjedhjet e fundit, ne kemi patur diku të afër 24.000 vota partijake, flas. Nëse flasim për zgjedhjet lokale. Për zgjedhjet lokale, 24.000 vota partijake kemi patur më shumë se vlen. Por s'ka gjithë aty inxhinieringut fuqishëm që ndodh. Puna e komunave është diçka më ndryshe, se në komuna votojnë gjitha partitë, gjitha antarët e të gjitha partive, votojnë edhe ato të VMRO-s, edhe ato të LSDM-s, edhe ato të partive tjera më si përmendim me radhë. Prandaj, ato fokusuan që të fitojnë këto komunat e mëdha me një inxhiniering të jashtëzakonshëm, vetëm për të thënë se BDI nuk e ka legitimitetin shqiptar, se quhet fitues ai që fiton për shembull Tetova ose këto komunat e mëdha. Vota popullore ishte te ne. Edhe të jeni shumë të sigurt se kjo votë do jetë edhe shumë më masovike në zgjedhjet e ardhshme kur do qofshin ato. Të Rexhepi, të rëndërë shumë për këtë pjesëmarrje në emisionin On Time këtu në televizionin Koha. Ju dëshirojmë suksese, ju dëshirojmë një të kremtë të mbarë të 24 vjetorit të themelimit të partisë dhe gjithë mirat. Faleminderit shumë, edhe unë ju falenderoj për ftesën. Pra të shikues të nderuar, ndoqet edhe një edicion të emisionit On Time këtu në televizionin Koha. Deri emisionin e radhës, mirupafshim.